fajtori kryesor sipas jush? Shiko, fajtori kryesor është mosbesimi, mas pari, në njëri tjetër. Dhe e dyta është çështja e mosbesimit që ka Albin Kurti ndaj të gjithëve. Kam përshtypje që ka fobi ndaj të tjerëve dhe nuk i beson marrëveshjeve, nuk i beson fjalës. Ky është problemi që unë mendoj që asnjë parti nuk ka qenë e gatshme me kriju, me ideu ose me mbështet një figurë që nuk është e lidhur me partinë e vet. Ne kemi deklaruar që është e mbyllur, por është e mbyllur sepse s'u ka përmbajt kërkesës së PDK-s Albini, respektivisht VV-ja. Por unë besoj që na nuk jemi në luftë, nuk kemi gjendje lufte mes veti, kemi mos pajtime, dhe nëse përmbushen kërkesat e PDK-s dhe Albini është i gatshëm me bisedu konkretisht për lidhur me qëndrimet që i ka PDK-ja, unë besoj që po flas pa bisedu askund, por besoj që nuk do të kishte pengesa për të takuar prapë